sot dua të theksojmë qartë se ne, si shoqat sindikale, jemi kategorisht kundër çdo forme dhune. Dhuna në çfarëdo forme, qoftë fizike apo verbale, nuk ka vend në shkollë dhe nuk mund të arsyetohet nga askush. Kjo grevë nuk organizohet për të justifikuar dhunën dhe as për të mbrojtur atë. Përkundrazi, ajo është një reagim kundër dhunës dhe kundër veprimeve delikuente që po të cënojnë sigurinë dhe dinjitetin e mësimdhënësit në procesin edukativ arsimor. Qëllimi ynë është të mbrojmë një ambient të sigurt, profesional dhe me respekt të ndërsjellët, ku mësimi zhvillohet normalisht dhe ku autoriteti mësimdhënësit nuk vihet në pikpyetje përmes fyrive, ofendimeve, sharjeve dhe nënçmimit. Ne kërkojmë qasje serioze dhe të koordinuar institucionale kundër këtij fenomeni, sepse sistemi aktual ligjor dhe mekanizmat ekzistues disiplinor nuk po ofrojnë zgjidhje efektive në rastet kur nxënësi fyen apo sulmon mësimdhënësin fizikisht. Kjo situatë krijon ndjenjë pasigurie dhe mungesë mbrojtje për stafin arsimor. Ky nuk është një problem i izoluar vetëm në shkollën tonë, por një fenomen që po shqetëson edhe shkollat e tjera. Prandaj kërkojmë masa konkrete, të qarta dhe të zbatueshme për mbrojtjen e mësimdhënësve dhe garantimin e rendit në institucionet arsimore. Nuk po kërkoj në ndrimin e shkollës për nxënësin, po kërkoj që të merren masat e duhura nga personat kompetent dhe rasti të trajtohet në mënyrë të duhur sipas legjislacionit, por edhe të bëhet një rishikim i legjislacionit që legjislacionit të përshtatet vendit ku ku jemi Ne si bashkë me të marrë lajmin që ka ndodhur kjo dhe me reagimin e shoqatës sindikale dhe vendimin që kanë marrë këta për ta ndërprer mësimin dyorshë, me njëherë kemi përkrahur dhe sot jemi në mesin e mësimdhënësve antarëve tonë që ta përkrahim veprimin e tyre për ngjarjen që ka ndodhur në këtë shkollë dhe që nuk është ngjarje që është hera e parë që po ndodhet, ka ndodhur në shkolla të tjera, ka ndodhur që përveç dhunës psiqike që po ushtrohen ndaj punëtorëve të arsimit, ndaj mësimdhënësve, nga ana e nxënësve e shpesh edhe nga ana e prindve ka raste edhe kur janë sulmuar fizikisht, sikurse që kemi pa rastin e djeshit dhe na vjen shumë keq që ka ndodhur kjo zëri, por me keqja më e madhe kësaj është që ngjarja nuk është paraqit në mënyrën e duhur krejtësisht, por është marrë një pjesë nga fundi i ngjarjes pothuajse dhe ajo është emituar në mediat, pastaj ndoshta edhe të organet e sigurisë në bazë ndikimit të këtyre ngjarjeve të skenuar të paraqita këtu kanë kërkojmë nga organet e drejtësisë që sa më shpejt urgjentisht ta shqyrtojnë. Na jena në përkrahje të mësimdhënësve të kësaj shkolle. I falenderojmë që megjithatë ngjarjen e rond kanë ndodhur e kanë pas parasysh mësimin dhe nxënësit dhe kanë vendosur që ta mbajnë vetëm 2 orë protestë dhe grevë, nuk kanë vendosur që ta ndërpresin tërësisht. Shkolla të tjera disa janë solidarizuar me 1 orë mësim, me 1 orë ndërprerje mësimit me këtë shkollë, nëse ngjarjet nuk sqarohen shpejt dhe nuk lirohet mësimdhënësi, mund që nga dita e nesërme mund të përshkallëzohet kjo formë e veprimit sindikal. Urojmë që sa më shpejt organet e drejtësisë ta marrin në shqyrtim të drejtën, ta lirojnë arsimtarin dhe të marrin masa edhe njëherë për përsërit ndaj prindve që sillen në këtë formë fëmijë të shkollë, organizohen me 10 nxënëse të vinë sallë dhe sulmojnë arsimtarin. Kjo nuk ka mbetë mot të jetë shkollë, por në farë lloj me përgjegjësia që nga Ministria e Arsimit e tutje.